Përshëndetje dhe mirë se vini në një epizod tjetër të podcastit me Alketën. Me mua sot kam fizioterapistin Granit Gruda, i cili do të na ndajë me ne eksperiencën e tij dhe rëndësinë e fizioterapisë mbi shëndetin tonë. Granit, mirë se vjen. Granit, bisedën kena me zhvillu me një mënyrë të rrjedhshme, natyrshme, të qetë. Është me rëndësi që mi prek disa tema që neve na preokupojnë çdo ditë, edhe me marrë shikus të informacione dobishme që mujnë me i përdor ata. A mundesh me na tregu çka është fizioterapia, për çka duhet një person mu drejtu tek fizioterapisti, edhe me na tregu që fizioterapia s'është masazh thjesht. Po, fizioterapia është një degë mjekësisë e cila studion lëvizjen. Do të thonë, ato fillon trajtimi dhe pastaj çdo gjë lidhet me aspektin natyral të shërimit të sëmundje. Do të thonë, fizioterapia është një degë e mjekësisë që lidhet gati me çdo degë tjetër të mjekësisë. Do të thonë, çdo degë e mjekësisë tjetër duhet me orientu ka fizioterapia për rikthimin e pacientëve në gjendje normale shëndetësore të aktiviteteve të përditshme jetësore. Do të thonë, fizioterapia është një halkë zinxhirore i cila i përfshin të gjitha degët e mjekësisë, e cila ja mundson reaftësimin, rehabilitimin, rikthimin e lëvizjeve, largimin e dhimbjeve të pacientëve, po pa përdorur barna, pa përdorur medikamente apo injeksione apo kështu të ngjashme. Do të thonë, largimin e problemeve pa operacione, pa barna, pa injeksione, duke përdorur vetëm terapinë manuale, se përfshin duar dhe pastaj edhe modalitetet tjera, të cilat hyjnë në kuadër të fizioterapisë që mundemi me diskutu në vazhdim. Patjetër, cila është një ide e gabune që njerëzit e kanë për shëndetin, një mit, me thonë? Mite në popullin tonë ekzistojnë shumë, një ide e gabune që na ndodh me ndëgju shumë shpesh është të ka hin mishi në naza, unë në plejzaj kështë shpesh tek pacientat, është një mit krejt e gabun, nuk mundet nëse merret mishi muskull, atëherë muskulli nuk ka mundësi asëse me hynë e unaza, kështu që ndoshta kjo është njëna prej miteve të shumta që përdoren në kuadër profesionit tonë që e përdorin shumë pacientat edhe në përgjithësi populli jonë. Cilat grup mosha ma shpesh ju duhet fizioterapi? Grup moshat më të shpesh varësisht prej problemeve. Nëse i marrim problemet e shpinës dhe qafës, grup moshat më të shpesh janë mosha 25 deri në 45 vjeçare. Ndërsa për problemet tjera shëndetësore degenerative janë moshat e shtyra, ndërsa ka dhe problemet të cilat janë pediatri që janë edhe për fëmijët. Grup moshat që janë prekur për fizioterapi janë çdo moshë, prej lindjes deri në vdekje. A ka ndonjë moshë ideale që duhet m'ia fillu me shku në fizioterapi? Mosha ideale që ja vlen më shku me u vizitu është mosha 25 vjeçare, kur materniteti përfundon dhe duhet me shiku nëse ka ndonjë devijim brenda organizmit, që mundet me pas problem visceral me organe apo osteomuskular me muskuj me problemet e kockave apo të ngjashme. Do të thonë, kjo është mosha ku është mirë me u përcaktu nëse ka ndonjë të lashën, ndonjë problem në mënyrë që me pas parasysh në të ardhmen. Përndryshe, është mirë që së cili fëmijë edhe në moshë të vogël nëse ka probleme në qëndrim apo tash edhe çanta të rënda apo pozicioni me teknologjinë, me telefona me të ngjashme, kjo ka mundësi që me shkaktu deformitete brenda onazave dhe pastaj këtu me sjell probleme tjera. Është mirë që vazhdimisht të bëjmë kontrolla edhe të fizioterapeutë, edhe të ortopedë, edhe të doktorë tjerë, në mënyrë që këto probleme mos bëhen pastaj të pariparueshme në një moshë të caktuar, të cilën pastaj munden mos zgjidh vetëm ndoshta në ndërhyrje. Cilat grup mosha e neglizhojnë më shumë veten? Grup mosha që e neglizhojnë më shumë të veten është kjo grup mosha e moshës së re kryesisht, moshës 20 deri në 30 vjeçare, kur organizmi është në gjendje me përballu problemin. Do të thonë, organizmi ka një të lashë brenda vetes, por atë të lashë, do të thonë, e mbyll, mshef me fuqi të cilën ja ka dhënë Zoti në muskujt dhe organet tjera. Dhe pastaj kjo neglizhencë që bëjnë i mundet me u kushtu pastaj në një moshë pak më të shtyrë.
kur organizmi pastaj nuk është në gjendje mi përballu atë dëmtim të cilën e ka bartur trupi për vite me radhë dhe pastaj detyrohet patjetër që me shku dhe me vizitu dikon, për ndryshe më mira do të ishte që këto probleme të cilat i ka ndoshta të fshehura në organizëm me i trajtu para se me i thonë dhimbja që shka të doktori. E mira kishte me qenë edhe pse nuk është në popullin tonë kjo e njohur, që të shkon pacienti pa pasur ndonjë dhimbje te fizioterapeuti edhe të diagnostifikon nëse ka ndonjë të apo jo. Se shumë shpesh e shohim tek pacientët që ka probleme shumë brenda muskujve, brenda ligamenteve, brenda organeve të cilat domethënë nuk janë në sistemin më të mirë osteomuskular dhe visceral, por neglizhenca që i bëhet si pasojë e fuqisë në anën tjetër, atëherë mundet me shkaktu të lashe shumë të mëdha pastaj që mund të mbesjell. Dishta munal bash pak këto, sa shpesh do të më shku në fizioterapi, edhe pse nuk ki ndoshta ndaj problem të madh? E mira, e preferuara është një herë në muaj preferohet që të bëhet fizioterapi vazhdimisht. Për arsye se jeta është e tillë që të sjell në situata të caktuara që i shkakton të lashe vetës, ushqimi jo i rregullt, qëndrimi jo i rregullt, fjetja jo i rregullt, bartja e peshave në mënyrë jo të duhura dhe shumë aktivitete tjera të përditshme që nuk mundemi ndoshta 100% me qenë të rregullt në kryerjen e këtyre aktiviteteve. Dhe mungesa kësaj rregullie dhe mungesa aktivitetit fizik pastaj duhet të ketë vizita të rregullta tek fizioterapeut. Kur do të më shqetësu për ndaj dhimbje, mas sa ditëve që nuk po na kalon? Dhimbja varet edhe çfarë natyre është dhimbja, por shqetësimi tek dhimbjat inflamatore duhet me u shqetësu më shumë kur kalojnë 72 orë. Për 72 orë, do me thonë 1 deri në 3 ditë, është faza inflamacione e përgjithshme, jo në çdo rast, por e përgjithshme, dhe nëse për 72 orë nuk kalon dhimbja dhe intensiteti i dhimbjes vetëm shtohet, atëherë duhet me marrë seriozisht dhe me trajtu këtë problem. Dishta më nol pak të fizioterapia dhe përditshmëria. Granit kjo jeta sedentare që do të thotë kalimi shumicës kohës ulur ose shtrirë ose më mirë me thonë me aktivitet tolt fizik. Zakonisht ndodh kur jemi në punë me orë të tëra ose mas shumë të punë që janë zyre. Kjo çon probleme më të rënda shëndetësore, për shembull dhimbja e shpinës, diabeti, problemet e zemrës. Çka mujna me bona për me i parandalu këto? Qysh mujna me ndryshu disa zakone të përditshme që me i shpakën ndikim të keq në trupin tonë? E para do të ishte më së miri që të kemi një edukim sa i përket punës dhe nivelet sa duhet me qëndru ulur pa lëvizur fare. E preferuar është që çdo orë të ngritemi për 2 ose 3 minuta të bëjmë lëvizje, ushtrime, zgjatje që e rikthejnë funksionin e organizmit, e rikthejnë qarkullimin e gjakut, e largojnë mundësinë e kontraktura muskulare e tjera. E preferuar është që vazhdimisht të kemi domethënë një rutinë ditore të punës që e bëjmë një aktivitet të tillë të vazhdueshëm. Pastaj është mirë që gjatë javës të bëhen edhe 3 herë, optimale është 3 herë të bëhet edhe fitness apo aktivitet të ngjashëm fizik, siç është ecja, vrapimi apo ndonjë sport. Domethënë nëse kihet parasysh do të merret nëse merren këto masa, atëherë problemet largohen dhe prolongohen shumë dhe ndonjëherë ndoshta edhe nuk paraqiten fare. Me që ishim të fitnessi, ç'është lidhet fizioterapia me fitnessin? Fitnessi me fizioterapin ka lidhje shumë të ngushtë, ka lidhje të ngushtë, por kjo nuk do të thonë që janë e njëjta gjë. Arsyeja pse lidhet fitnessi me fizioterapin është se një muskull i cili është i bllokuar nuk duhet të shkojë në fitness. Dhe një muskull i liruar që është i dobësuar duhet të shkojë në fitness. Kur e dim që është një muskull i bllokuar, kur ti nuk ke aftësi, nuk ke mundësi, nuk ke forcë muskulare që me përfundu aktivitetet që i kryen brenda fitnessit, ngritja e peshave të ngjashme. Do të thonë kur ato të bëhen e pamundur, atëherë ty të bëhet i ndaluar fitnessi. Por në momentin që të bëhet e ndaluar, duhet vazhduar me fizioterapi që t'i bëj muskujt e gatshëm për fitness.
të lirojmë ata, të shikojmë problemet ku janë, të shohim cilat ushtrime munden me i shkaktu më shumë probleme dhe cilat jo, cilat ka nevojë më shumë pacienti që t'i bëj dhe cilat jo, atëherë kur merren parasysh të gjitha shkaqet dhe lirohen këto probleme prej organizmit, prej muskujve, prej trupit, atëherë duhet me vazhdu me fitness. Nëse më kishim pyet cila është më rëndësishme, a fizioterapia apo fitnessi, atëherë unë e preferoj fitnessin, se me fitness e largon fizioterapinë, domethënë nuk e lejon muskujt me ardhë në gjendje të bllokume që duhet me shku vazhdimisht në Ka fizioterapi. njerëz që janë për fizioterapi, por jo për palestër, edhe ka që janë për palestër edhe jo për fizioterapi. Shumë sakt. Këto ti mundesh me dallu me një herë, apo? Po padyshim, kur e shohim një muskull, e shohim nëse është Po. i bllokuar, nëse është i dobësuar, nëse nuk është mjaftu shumë i fortë, nëse ka tension muskular më shumë dhe nëse ka ndonjë devijim apo ndonjë disbalans mes muskujve në organizmin e pacientit, dhe këtë duhet me shiku mas pari një fizioterapeut, pastaj me vazhdu me fitness, sepse shumë gabime bëhen edhe në fitness, kur edhe ngritja pesha bëhet gabim dhe ushtrimet ndoshta. Du me bo mirë vetës, i bojnë edhe dëm. Shumë njerëz kanë dhimbje qafe ose të shpinës. A janë këto raste për fizioterapi? Zakonisht dhimbjet e qafës dhe shpinës në 95% rastave shërohen me fizioterapi. Tash ka raste kur dhimbja e qafës është një pasojë e një hernie ndoshta shumë të madhe apo një degenerimi shumë të madh të aspektit të unazave apo edhe në aspektin e një fasete apo ligamenta apo tetiva apo çfarë do që kalon në mesin e unazave të qafës, atëherë duhet së pari të bëhen imazhëri të ndryshme, së pari rentgeni apo rezonanca magnetike që të shtrihet sakt se çka është problemi dhe çka mund të bëjmë pastaj. Nëse problemi domethënë është që mund të zgjidhet me fizioterapi, që zakonisht është për shkak të këtyre problemeve që na prekin çdo ditë, qëndrimi gabun, telefoni, fjetja gabim, ngritja peshav gabim, të gjitha këto aktivitete e çojnë ujë mbi atë. Ishta mënol pak më shumë të rëndësia e gjumit, do me thonë që e bojnë ana gjumin, qysh ndikon në shpinë edhe në qafë? Në gjumi ndikon direkt në problemet e shpinës dhe të qafës. Mënyra e fjetjes të cilat bëhen, domethënë duhet kihet shumë parasysh nëse ka problem, por edhe nëse nuk ka problem personi, sepse sjellja e problemeve pastaj do të jetë shumë e madhe. Mënyra më e mirë për fjetje është mënyra në shpinë ose në krahun e gjatë ose krahun e majtë, asesi në bark, nuk bën të shtrihet pacienti apo personi. Do me thonë, në krah kur shtrihet, duhet të ketë në këmbë të elakuara me një jastak në mesin e gjënjëve, edhe një jastak të hollë në kokë. Ndërsa kur shtrihet në shpinë, duhet të ketë një jastak të hollë në kokë dhe një jastak, do me thonë, në gjënjë. Në mënyrë që kjo është pozita pushuese edhe unazave dhe nyjeve periferike. A ka disa ushtrime të thjeshta që mënesh me na i tregu që në mënyrë mi shmang këto probleme, që mujna mi bo gjatë ditës? Po ka shumë ushtrime që bëhen, domethënë edhe për shpinë edhe për qafë, që janë shumë dobishme për neve nëse rrina një kohë gjatë ullën apo në punë apo në aktivitetet ndryshme, sidomos tash që shumë pacienta domethënë qëndrojnë me orë tëra në kompjuter apo ka dhe shoferat ndryshëm, domethënë që vazhdimisht i bjen puna e njëjtë dhe qëndrimi për një kohë gjatë shkakton shumë probleme nga një herë dhe të pari përrush. Granit, çka me bo kur na kap ngërçi? A duhet me prit, a me ushtri, a me lëviz, çka duhet me bo? Kur kap ngërçi, duhet me zgjatja atë muskull. Zgjatja që ati muskull e liran ngërçin. Por duhet me shiku pastaj edhe shkaktarin pse ka sjell qatë ngërç. Shkaktari zakonisht është ky bllokimi muskular që folëm më herët. Por një shkaktar tjetër është edhe mungesa e magneziumit. Duhet me shiku edhe me bo analizat e magnezit nëse ka mungesë, se ngërçet
prej dy shkaktarë më të shpesht janë kontraktura, bllokimi muskular që ka shkaktu krejt ato aktivitete që folëm më herët dhe pastaj mungesa magnezit që duhet më pas dyat parasysh. Po kur ndodh ajo, atëherë duhet me qetësu veten, jo me marrë diçka stresuese, se pastaj dhe stresi mundet me ndiku që më bën gërse akoma më shumë, por duhet me bëni zgjatje dhe nëse nuk lirohet me zgjatje, duhet me bëni një shtypje direkte në vendin ku është bërë ngërç. E promoja ekziston? Ekziston promoja. Është shumë shpesh, kjo është temë serioze për neve shqiptarët. Unë sartë të përmeni me ndërkombëtar ata fillojnë me qesh, sikurse me qenë një mit, po a ka naj bazë, a është e bazune shkencëtarisht, a ka naj bazë profesionale promoja, është vish një mit që na kanë tregu gjyshet. Jo, faktikisht promoja ka bazë shkencore, është paraliza e nervit facial quhet. Nervi facial, ndoshta keni pa, është nervit kranial që dal nga koka dhe i nervon muskujt e mimikës së fytyrës. Dhe kjo domethënë kur në kontakt me rrymat e ajrit, ky nerv shtangohet dhe humb funksionin e syrit dhe një pjesë të gojës. Domethënë dhe e keni pa besoj edhe jo, kjo problem nuk është edhe shumë i rrallë, por në shkencë njihet ndryshe, ndërsa në popull njihet si përmoja. A realisht është gjëja e njëjtë dhe vlen ajo që e thot populli në këtë rast. Njerëz rrunu prej promojës se na shqiptarët se kena bashkëq. Është edhe një shqetësim sidomos për prindrit për fëmijët e tyre. Zakonisht fëmijët kanë çantat e rana shumë në shkollë. Kjo vjen edhe deri te devijimi ose deformimi i shtyllës kurrizore, nga që edhe nuk është ende e forcuar mirë. Ka njerë edhe po vjen edhe deri te zhvillimi i skoliozës. Skolioza është një sëmundje e shtyllës kurrizore që ka formën e shkronjës S ose C. Çka sugjeron? A është deformim që mundet më trajtu me fizioterapi para se me shku deri te operacioni ose ndërhyrja? Skolioza është një problem shumë i shpesh ditëve të sotmet. Shumë shpesh edhe shkaktar janë edhe çantat të rënda që i bajnë nxënësat në shkolla. Skolioza duhet më ponë fillimisht shkolla e skoliozës. Domethënë deri në 10 shkollë nuk është diçka për me rakos, por duhet me pas parasysh që ajo mundet me urrit dhe duhet me marr patjetër masat e mos rritjes së kësaj shkolle. Fillimisht të këtë skoliozat bëhet një imazheri rentgen dhe shikohet vertebrogram për shkak se duhet të shikohen të gjitha anazat prej qafës deri te kërbishti dhe të merret të bëhet një plan rehabilitimi. Zakonisht ne fillimisht i dërgojmë tek ortopedet pastaj kur është shkolla deri në 30 shkolla, atëherë ne mund të trajtojmë në ordonancën tonë dhe metodat që i përdorim për me trajtu këto janë metodat e Schroth metod, që është bazën e ka në Gjermani, që tash ka filluar të aplikohet në gjithë botën. Dhe është metoda ndoshta më e përhapur edhe më efektive në kuadër të rehabilitimit të skoliozave. Me anë të kësaj metode, domethënë është shumë efektive dhe largohen këto lakesat të cilat janë brenda anazave dhe janë mundësohet që edhe përmes frymëmarrjeve, edhe përmes ushtrimeve të korrigjohen dhe pastaj edhe përmes edukimit shtëpiak duhet patjetër që të edukohet edhe pacienti, domethënë i fëmijë i ri, të edukohet në mënyrë që të ketë parasysh çdo lëvizje që bën gjatë ditës mundet me zmadhu nivelin e shkallës skoliozës apo mundet me korrigju me anë të lëvizjeve që i bën dhe aktiviteteve të përditshme. Në pika të shkurta kjo është thjesht shumë e qartë. Çka mund me bë prindrit për me i parandalu këto te fëmijët? Për me i parandalu këto probleme duhet patjetër që të merren masa, duhet të i bëhet fillimisht kontrollat e ortopedit të bëhet imazherit, pastaj të filloj me trajtimin e problemeve nëse i plotson kushtet ajo skolioz dhe pastaj duhet që patjetër prindit të i rri gati shumë fëmijës në aplikimin e ushtrimeve dhe aktiviteteve të përditshme që e ka udhëzu fizioterapeuti. Domethënë se shpesh herë fëmijët i mësojnë ushtrimet, por nuk i bëjnë në shtëpi, e kjo pastaj rezulton me një mos sukses në këtë rast, për shkak se skolioza është një problem që nuk zgjidhet me një seancë, 2 seanca, 10 seanca, po zgjidhet me
me muaj dhe shumë shpesh dhe me vite, kështu që një edukim i mirëfillt është i domosdoshëm në këtë rast. A kish pas kuptim që në për shkolla me pas kontrolla fizioterapike? Kuptim jo, por do të ishte e domosdoshme, unë mendoj. Shumë raste ka kur pasojat të skolioza munden mu vrejt shumë e vonë, dhe një identifikim i hershëm, një kontroll e hershme, ndoshta shumë me pak mund kish mu zgjidh. E përmende dhe pak të ngërë që po desha mu ndalë pak ma shumë të kjo pjesë. A kanë ndikim streset emocionale në dhimbje fizike? Streset emocionale në dhimbje fizike kanë ndikim të drejt për drejt. Stresi emocional, shpesh herë pacienti vjen në ordinancën tonë dhe krejt problemin që ka është një stres që e ka ngarkur një kohë gjatë dhe pastaj është paraqitur një dhimbje, vjen qaf apo në shpinë apo ku ta di. Mundet me kanë stresi që paraqet dhimbjen edhe në pjesë tjera, për shembull në kam apo në dorë apo gjithkund. Problemi është tek diafragma. Diafragma është muskuli i frymëmarrjes dhe mediastenomi. Mediastenomi është pjesa e gjoksit ku këtu grumbullohet stresi. Dhe pastaj stresi kronik, kur vazhdon një kohë gjatë dhe nuk lirohet, ai vazhdimisht e bllokon diafragmën dhe mediastenomin. Edhe këto dy struktura zakonisht pastaj lirohen përmes osteopatisë në ordinancën tonë, me metoda osteopatike për lirimin e muskulit të diafragmës dhe të mediastenomit. Pastaj pas lirimit të këtyre mundu me vazhdu me probleme me simptomen që kanë shfaq. Por për baza e problemeve shpesh herë është aspekti emocional, më saktësisht aspekti i diafragmës dhe mediastenomit. Desha më nalë pak të saunat, banja terminale ose terapit alternative, a kanë ndikim të mirë? Tek rastet e caktuara kanë ndikim, tek rastet reumatike për shembull, ndikimi i banjave është shumë i mirë, por tek disa raste tjera pastaj munden me shkaktu dëm. Kështu që për çdo problem që kanë pacientët, fillimisht duhet me u konsultu me doktorin dhe me vazhdu, për ndryshe nga njëherë duke ja dashur të mirën vetës, bëjmë një dëm edhe më të madh. Çka mendon që duhet mu ndryshu të mentaliteti e njerëzve rreth shëndetit? Mentaliteti kisha pas dëshirë që në të ardhmen me ndodh ajo që edhe nëse nuk ke ndonjë problem, me shiku nëse ke ndonjë problem. Kjo mendoj që është që në mentalitet që nuk ekziston të popullit jonë. Kontrolla rutinore, analizat ngjashme, por unë po flas për profesionin tonë, kështu që kisha pas dëshirë që mas një kohë me ardh pacient dhe me thonë nuk kam ndonjë problem, por shikoj ti nëse kam ndonjë disfunksion ose jo. Granit, kemi ardhur drejt fundit, nëse mundesh një këshill të sinqert për krejt ata që po e dëgjojnë këtë podcast. Këshilla ime për gjithë shikuesit është nëse nuk ke kujdes për shëndetin tënd, do të kesh kujdes për smundjen tënde. Kështu që kjo ndoshta do të ishte këshilla e përgjithshme. Faleminderit për ftesën. E thënë kështu shumë drejt, faleminderit që ishe me ne. Faleminderit edhe ju që shikuat këtë podcast. Shpresoj që kjo bisedë ju ketë pëlqyer edhe të keni mësuar diçka të re. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube dhe shihemi në episodin e ardhshëm me një musafir tjetër interesant.